Këtu është horoskopi i martë 7 tetor 2025. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Disa goditje burokratike do të kapërcehen, por ju duhet të konsultoheni me një avokat, një ekspert, mos bëni vetëm. Mosmarrëveshjet e dashurisë zgjidhen lehtësisht. Demi. Është e vërtet, duhet të orientohesh me anë të shikimit, por nuk duhet të dekurajohesh. Diçka nuk shkon mirë në shtëpi. Binjaket. Një ditë që ju detyron të hiqni dorë nga çdo trishtim, edhe nëse keni detyra dhe mendime, ju detyron të braktisni veten pas një buzëqeshjeje dhe një sens humori. Në dashuri, pak xhelozi nuk dhemb as pak. Gaforja. Ju do të keni shumë për të thënë sot. Në dashuri, ka kontrole, edhe krahasime, të shkaktuara nga ngjarje të jashtme të marrëdhënies. Luani. Një ditë e paqartë, shtyn diskutimet dhe situatat e rëndësishme për nesër. Nëse nuk ndiheni plotësisht të sigurt, do të jetë më mirë të mos merrni vendime të rëndësishme në dashuri. Virgjeresha. Është pak e vështirë të përqendrohesh në situata, të kuptosh se çfarë nuk po funksionon në jetën tënde. Kohët e fundit ka pasur disa shpenzime shtëpiake, disa të afërm mund t'ju kenë shqetësuar, nuk është e lehtë të ruash qetësinë. Peshorja. Kontrolle shëndetësore, ju keni qenë viktimë e ndonjë shqetësimi ose aksidenti në javët e fundit. Në dashuri, jini më pak të vrullshëm, seksualiteti që kthehet intensiv, i kënaqshëm. Akrepi. Marrëdhënie intensive dashurie, tani keni nevojë për siguri nga partneri juaj. Ju jeni testuar, një provim për të dhënë. Shigjetari. Në këtë ditë ka një ngarkesë të madhe dhe një bukuri të shkëlqyer që mund ta përdorni me të gjithë ata që ju rrethojnë. Një ditë rikuperimi për punën, por mbi të gjitha për një miqësi që është veçanërisht afër zemrës suaj. Bricjapi. Ditë e re që ju sheh në formë të shkëlqyer fizike dhe mendore. Mos i humbisni qëllimet tuaja, edhe dashuria është përsëri e favorshme, shkoni në vendet e takimit, lëvizni. Ujori. Hapet një skenar që ju sheh të ecni në një rrugë mjaft të qetë sot. Nëse jeni i pavendosur midis dy tregimeve ose duhet të falni dikë, ideja e duhur vjen. Mos harroni, zemra gjithmonë duhet të thotë fjalën e fundit. Peshqit. Ka të ngjarë që dashuria të pësojë një pengesë, nuk thuhet se ekziston një problem në çift, ka të ngjarë që çështjet e jashtme nga marrëdhënia të krijojnë shkëputje ose shpërqendrim. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.